Duhet të saksojmë dhe një gjë, zoti Rakipi, që krahas 10 urdhër arresteve, prokuroria e posaçme ka patur paralelisht sekuestrimin e pasurive në vlerë 150 milionë euro dhe 23 urdhër kontrolle. Pra janë kontrolluar kompanitë më të rëndësishme të ndërtimit në vend, pavarësisht se pjesa më e madhe e tyre nuk janë bërë publike, të cilat dyshohen që kanë injektuar dhe kanë marrë para që rrjedhin me origjinë nga trafiku i kokainës dhe që janë kompani që kanë patur kontrata nën kontraktimi me kompani që drejtoheshin ose ishin të lidhura me narkotrafikantët. Dhe çfarë do thotë, Tela e përmendi pak më herët, për shembull hoteli në Vuno që ka mbetur projekt dhe që po ta shikoje në projektin ishte ndër më të bukurit që unë kam parë me thënë drejtën, dhe ishte një projekt shumë kushtueshëm, mund të krenohej Shqipëria nëse do të ishte një projekt që ndërtohej me para të ndershme. Do kushtonte 100 milionë euro në fund, pra që bollogarinë ata, 100 milionë euro kushtonte hoteli. Po, por nëse do të ishte një investim me para të ndershme, kishte aplikuar për leje tani në prill 2026-s. Ishte pra kishte marrë brendin e Iberostarit, që është një ndër brendet më të njohura dhe që normalisht ata i sjellin sepse pas brendeve nuk paguajnë dhe taksa mos gabohen. Dhe kishin aplikuar dhe ishte futur në rendin e ditës për të miratuar kjo leje. Dhe po të shikoje projektin, a ishte ndoshta ndër projektet më të bukura që ke parë, por ama nga ana tjetër, hetimi duhet vijoj. Pse duhet vijoj? Këto kompani kanë marrë punë publike, këto kompani kanë marrë leje ndërtimi, kanë patur bashkëpunëtor brenda institucioneve. Se kjo historia... Jo, më lërë ta mbaroj këtë fjalë. Po, këtu do futem dhe e duan çik më të zhvilluar. Që ta kuptoj njerëzit. Si ka mundësi tani që shifra marramense arrin të pastrohen pa u pikasur nga asnjë autoritet? A ka bashkëpunim mes organizatave kriminale dhe autoriteteve? A ka hetim pak për zyrtarët? Se kjo tani s'bën vaki tani, se kjo është të mbullosh diellin me shosh. Kjo duket. E di se nuk është vetëm çështja e spakut këtu. Po të kjo hoteli me 5 hyje. Kompania e këtij Aliut e ka emrin AHR, ajo e krijuar në 2008. Para 3 vitesh, ai krijon një kompani tjetër që i thot Seaview Development. E ka të qartë se çfarë do bëj. E hap kompaninë me 100.000 lekë vjetra. Dhe pastaj nga kjo kompania mëm, paguan një vit 200.000 euro dhe një vit 300.000 euro, pra bën gjithsej 500. Tani me 500.000 euro, ti pretendon që të marrësh një leje për ndërtuar një resort me 5 yje, me emrin e Iberostarit, i cili do kushtojë 100 milionë euro. Pra cili institucion shqiptar duhet të lejoj që me 500.000 euro, pa bërë asnjë punë kjo kompania, ti të marrësh dhe të ndërtosh në Vuno. Nuk kam pyetur fare ku gjenden këto qyshte. Po nuk pyesin, pra se ky është problemi i gjithë kësaj. Nuk pyet asnjë autoritet, nuk interesohet. Asnjë autoritet që merret me leje të ndërtimit nuk interesohet, mjafton që të bëhet dielli pa shkuar atje në mbledhje, që kompania e X-it që ka paguar kaq para për çdo lloj ndërtimi, të marrë lejen për të bërë Iberostarin apo për të bërë këtë Melian në rrugën e Dibrës. Po të shkosh hotelin tek rruga e Dibrës është ndoshta ndër hotelet më luksoze në Tiranë. Dhe ai hotel të vret syt, pra mjafton të kalosh aty, të kuptosh që në hyrje që është luks i gjithë. Aliu e ka bërë këtë? Jo, e ka bërë këtë Bina, ky sekond. Bibaj. Është një kompani që është pra e marrë është brand e një tjetër kompanie shumë të njohur. Pra, projekti që ne do ofrojmë kompanit hoteliere me emër në Evropë dhe në botë, t'i sjellim në Shqipëri, që thrisin turizmin, ja, si përkthehet. Kompanit që kanë bërë trafikun e drogës, arrin t'i marrin dhe t'i bëjmë pishë emrat e tyre. Po, a ka hetim për këtë gjë, se kjo është shumë habi. Gjatë gjithë kohës, këta janë mjeshtra për t'i bërë këto letrat. Janë mjeshtra për t'i krijuar dokumentacionet. Zanafilla, dhe kjo pastaj do një hetim shumë vjeçar të SPAK dhe SPAK nuk mund të... Jo më vetëm SPAK. Zanafilla... Shteti ka institucionet e veta tani? Po shteti ka mësuar si t'i bëj si. Shteti, pra, ata që punojnë të pastrimi parave dhe këta timet, i kanë mësuar si t'i bëjnë këta dokumentat. Jo shteti t'i kapte. Shteti, unë e thash në emisionin e kaluar, ky shtet, she njërin 500.000 euro në makinë. Edhe gjithë e hedhin Facebook, shif qa makine ka ble filani. Se i shkon në kujtë në mëndje që kontrollohe njërë këtë 500.000 euro makinë, si e bleu kë. Nga i gjeti parat. Dhe kjo është logjika. Ky shtet të mëson se si ti t'i fshesh parat. Dhe baza kryesore
që e lexuam në kontratën në dosjen e kaluar, dhe mua sinqerisht më erdhi keq për një nga ata arrestuarit atje se ai u fut dhe grup kriminal për 30 milion lek. Tani, këtyre gjithmoni duhet një bazë për të filluar aktivitetin ekonomik në Shqipëri. Sa jojnë një kontrat huamarrje 30 milion, 50 milion, 70 milion, nga ndonjë afërt që i ka këto para, dhe fillojnë aktivitetin duke fshehur të gjitha gjurmët në këtë pikë. Dhe fillojnë pasaj historitë që ja ky e nisa duke shit boj Alkide dhe mbrita tani kam 200 pallate. Kjo është një histori që e tregojnë shumë biznesmen shqiptar në këtë lloj forme. Fundit, çfarë kanë bërë? Janë futur dhe kanë pastruar paratë e tyre dhe nëse s'pak do bënte në një hetim, mua ma merr mendja që do arrestonte 80% të gjitha atyre që kanë punuar në 2 dekadat e fundit në drejtorinë e pastrimit të parave në shteti nuk ka ekzistuar. Shteti i ka mësuar më po them. Si të sigurojnë letrat dhe si të rregullojnë. Për pastrimin se nuk të ndërpreva unë, po në fakt sigur Jo, ajo çfarë ne në fakt jemi duke folur ka të bëjë me një skemë masive të pastrimit të parave, po ky 150 milion euroshi, unë mendoj që është vetëm maja e icebergut. Shumë se saktë. Sepse pse e them këtë gjë? Edhe vetë në njoftim, që është më shumë. Shumë më tepër. Pse e them këtë gjë? E para njëherë nuk janë identifikuar të gjitha kompanitë që ata mund të kenë hyrë si aksioner të fshehur. E dyta, vitet e fundit ka patur disa teknika të reja të pastrimit të parave. Domethënë miliona euro po qarkullojnë në kriptomoneda. Dhe këto grupime, sikurse grupime të tjera të mëhershme, ka qenë klani Çopja, organizata Çopja që janë kapur 2 portofole kriptomoneda, po mund të jenë plot organizata të tjera dhe sigurisht kjo ishte ndër ato kryesoret, kupton që kanë përdorur teknika ose metoda të reja të pastrimit të parave. Çështja është që prokuroria e posaçme nuk ka kapacitete dhe ekspertët e duhur për të gjurmuar portofolet e kriptomonedave. Dhe në rastin e organizatës së Franz dhe Ajdar Çopjas, kanë ardhur ekspertët belg që e bën detektimin e tyre dhe identifikimin e tyre. E para. E dyta, aktualisht kemi një nga agentët e DEA-s që po bashkëpunon me prokurorinë e posaçme dhe që është stacionuar këtu përfundimisht prej disa muajsh dhe po punon kryesisht për grupet kriminale që janë vendosur në vendet e Amerikës Latine, por paraja, pra risku që para të pista të vinë në Shqipëri janë shumë të larta. Sepse mund t'jenë në kriptomoneda dhe së dyti mund t'jenë me atë metodën havala, pra lekët mund t'jenë të grumbulluar diku tjetër dhe të kthehen më pas përmes exchange-eve. E dyta, ne nuk kemi një panoram të qartë nëse këto grupime kriminale kanë ose jo pasuri të fshehura jashtë vendit. Për shembull, Dritan Gjika nuk ka pasuri në vendim të sekuestruar në Shqipëri.